Në një qytet që rrallë përmendet, në një vend ku historia ka kaluar shpesh pa u shkruar, ne erdhëm për të treguar një rrëfim që nuk ka vetëm fakte, por ka zëra, kujtime dhe një rrugëtim të tërë brezash. Rrëfimin e arsimit shqip në Veles, një histori që sot pak e din, por shumë e jetuan. Dhe gjithçka nis me një njeri që ka qenë aty që nga fillimi. Ai ishte profesor Qemal Musa, mësues, punëtor arsimi dhe dëshmitar i gjallë i kohës. Me të fillon ky dokumentar sepse me të fillon një epokë e tërë. Ai i ulur në qetësinë e ditëve të pensionit, ai i kthehet kujtimeve me një qartësi që të habit. Në zërin e tij ka dhimbje, por ka edhe krenari, sepse ai e di se pa të brez të parë të mësuesve shqiptar në Veles, gjithçka që kemi sot nuk do të ekzistonte. Në rajonin e Velesit, shkollat e para shqipe janë hapur pas luftës së dytë botërore, fillimisht në javëllëqisht tepër, të poshtmin edhe në Buzllakov, dhe në të tri katundë janë hapur shkollat e para pas luftës së dytë botërore, ndërsa në 4 fshatra tjerë shkollat janë hapur pas vitit 1970. Edhe gjerë me 1 shtator të këtij viti ekzistojnë 7 shkolla në gjuhën shqipe, e prej 1 shtatorit të vitit 2025 u shtu edhe një shkollë në fshatin Banjic në gjuhën shqipe, edhe momentalisht janë 8 shkolla që funksionojnë në gjuhën shqipe. 2 prej këtyre 8 shkollave janë shkolla të plota qendrore, fillore, ndërsa tjerat janë periferike. Shkollat fillore, domethënë, kanë filluar të funksionojnë prej vitit 1946, kur janë ndërtuar edhe ato ndërtesat e para shkollore, ndërsa në vitin shkollor 2007-2008 u hap edhe paralelja e parë në gjuhën shqipe në gjimnazin Koçorasin të Velesit. Edhe kjo është një fakt i pamohshëm historik, edhe kisha thënë edhe kulminacioni i arsimit shqip në komunën e Velesit. Duhet punohet në lokalin arsimor, sigurohet, të ketë kabinete për çdo vend, të ketë mjete konkretizimi. Edhe ajo më vështira, cila është e vështirë për ta bërë për momentin, sepse nuk bëhet për një ditë, kuadri i duhur arsimor. Sepse shumë lëndë ligjerohen nga arsimtari jo kompetent, edhe ajo ndikon te nxënësit. Do ta vetëm një shembull, profesor të arsimit fizik edhe shëndetësor ka pak e dikun s'ka fare. Objekte për atë lëndë nuk ekzistojnë. Mësim kabinetik nuk ka në për shkollat fillore të fshatrave, me përjashtim shkollës mesme në Veles, aty ekzistojnë të gjitha kushtet, përveç kushtit kadrovik i cili nuk është i mjaftueshëm. Me thonë, duhet punohet në të ketë lokalet e duhura arsimore, të ketë mjete konkretizimi, edhe me kalimin e kohës besoj se është një proces i cili do të zgjasë edhe pak kuadri i duhur arsimor. Kuptohet se arsimi është çelësi i përparimit. Një popull mund ta ketë një masë të madhe njerëzore, mirë po nëse i mungon arsimi duket shumë e vogël. Vetëm arsimimi e ngrihen një popull lart e më lart. Rrëfimi vazhdon me një tjetër zë. Zë që nuk flet vetëm për kujtime, por edhe me fakte. Është profesori i historisë, Besnik Rameti, njeri që i ka studiuar nga afër proceset, dokumentet, vendimet, debatet dhe sfidat që çuan drejt një momenti historik. Hapja e paralelës së parë në gjuhën shqipe në shkollën e mesme të Velesit. Ai e bën të qartë se kjo nuk ishte një dhuratë nga askush. Ishte një rezultat i presionit, punës dhe vullnetit të komunitetit shqiptar. Një fitore e vogël në letër, por e madhe në histori. Është nder, domethënë, sepse së pari herë, domethënë, në historinë, domethënë, e vetë funksionimit të shtetit të Maqedonisë, në qytetin e Velesit, domethënë, nga vetë Ministria e Arsimit e asaj e viteve të 2008, me vendim domethënë të Ministrisë së Arsimit dhe qytetit të Velesit të komunës, është planuar që të hapet paralelja e parë në gjuhën shqipe në
qytetin e Velezit, e cila i ka mundësuar që shqiptarëve, të rrethinës së Velezit dhe të Velezit të shkollohen në gjuhën shqipe në paralelen e parë në gjimnazin Koço Racing, të cili ka qenë një vullnet i mirë dhe ne një grup profesorëve, të cilët kemi ardhur nga qyteti i Shkupit dhe profesorët nga Velesi të viteve të para, që kanë qenë në atë periudhë, profesori Ilan sot është i ndjerë, profesori Rakip Doçi, profesori Bedri, une dhe më vonë edhe profesor të tjerë, të cilët i kanë shërbyer, paralelet në gjuhën shqipe nga viti 2008, sepse ka qenë mungesë e kuadrit në të cilën ka pas problematik fshatët e Velesit dhe rrethinës ku kanë jetuar shqiptarët, ka qenë mungesë, andaj ne kemi bërë në mënyrë vullnetare për të shërbyer paraleles në gjuhën shqipe në gjimnazin Koço Racing, ku më vonë në vitin 2023 me vendim të Ministrisë së Arsimit do të hapet edhe shkolla ekonomike, edhe paralele në gjuhën shqipe në shkollën ekonomike në Velez. Është një nder të thuash sepse në shkollën e gjimnazit Koço Racing, posaçërisht prej vitit kur është bërë festë shtetërore, festa e 29 nëntorit, ditës së alfabetit, shkolla Koço Racing lejon dhe ka marrë angazhim dhe organizim për të manifestuar festën e 22 nëntor, ditën e alfabetit, ku janë mbajtur programe të nga nxënësit, nga profesorët, të cilët kanë realizuar projekte të tjera brenda shkollës, duke u festuar festa e 29 nëntorit apo ditës së alfabetit të gjuhës shqipe. Andaj duhet të theksoj dhe të vlerësoj këtu një kontributin ton, por posaçërisht nxënësit e Velezit të cilët marrin guximin dhe sot nga viti 2008, nga kjo paralele sot janë shumë profesor, mësimdhënës që cilët ligjerojnë dhe mbajnë mësim në shkollat fillore të tyre dhe nga kjo shkollë kanë ndarë edhe sot të ketë edhe asistent nëpër universitete. Brenda vitit parë, deri në vitin e 4, paralele në gjuhën shqipe, numri nxënësve në çdo paralele shkon nga 34 po 32, vitin e parë si vetë janë regjistruar 32 nxënës, vitin e dytë janë 24, gjithsesi numri është dikundi rreth 100 nxënës në paralelen e gjimnazit, por një fat i mirë është sepse nxënësit shqiptarë të rrethinës së Velesit regjistrojnë edhe në paralelet në gjuhën maqedone, në të cilët i plotësojnë ato mungesat të klasëve, të cilët janë mungesë që i shërbejnë edhe stafit mësimor, edukativ-mësimor, të cilët janë profesorë, të cilët i plotësojnë kushtet për të ekzistuar një klasë me numër të caktuar nga vetë Ministria e Arsimit, ku shqiptarët nuk i kanë këtë problem, janë të regjistruar në shkollë profesionale, por edhe në gjimnazë që kanë në drejtimet që janë mësojnë në gjuhën maqedone. Pastaj dokumentari na çon në një profesor tjetër, por që e ka filluar rrugën në anën tjetër të tavolinës, si nxënës. Ai është një prej atyre që hyri në bankat e para të paraleles shqipe. Tregon për mësuesit që i dhanë zemër, për lëndët që u zhvilluan për herë të parë në Shqip, për ndjesinë se përshkruaj histori. Dhe sot, ai vetë është mësues. Kjo është cikli i plotë një historie që nuk u ndërprek kurrë. Me vonë me vetë faktin që në gjimnazin Koço Racing kanë ardhur një grup profesorësh nga Shkupi, për të ndihmuar procesin e arsimimit në gjuhën shqipe, ajo më ka motivuar, edhe mu personalisht që me mbarimin e studimeve të kthehem prapë dhe të ligjeroj në shkollën e mesme ekonomike, ishte fakti, që t'jem profesori i parë, ligjerues i parë shqiptar në atë shkollë në paralelen gjuhës shqipe. Fatmirësisht, edhe unë si nxënës, por edhe sot si profesor në ato shkollë, ndasi në aspektin etnik apo diskriminim nuk ka që ka për brenda i shkollës, përkundrazi ka një bashkëpunim të mirë midis nxënësve shqiptar dhe maqedon, ato organizojnë garat e përbashkëta në sport dhe disa fushat e tjera, apo në mbrëmje targetimi, që organizojnë shkolla dhe ka një bashkëpunim shumë të mirë. Problematika më e madhe është mungesa e kuadrit shqiptar dhe unë do të kisha dashur që në tarmë edhe të ketë më shumë profesor
të cilët do ta marrin guximin, qoftë nga qyteti jon, pa dhe qytetet fshinj janë Shkupi, Kumanova, që të vinë që të ligjerojnë ato paralele që janë tash në gjuhën shqipe në shkollën ekonomike dhe gjimnazin Koçoraci. Pas 3 brezave të profesorëve, Rafimi kalon natyrisht te ata që mbajnë vazhdimisht në duar, nxënësit e sotëm shqiptar të Velesit. Zërat e tyre janë të ndryshëm, dikush flet për vështirësitë, për mungesat e librave, për klasat që duhet të jenë më moderne, për nevojën për më shumë investim. E dikush tjetër flet për krenarinë, për faktin që mëson në gjuhën e vet, për lidhjen që ndjen me kulturën dhe identitetin e tij, një brez që rritet me më shumë mundësi se ata që erdhën para tyre, por me të njëjtën përgjegjësi, të mos e harrojnë rënien, gjuhën e historinë që i solli deri këtu. Unë jam Bertan Selmani, jam në shkollën e mesme dhe vim nga gjimnazi Koçoraci në Veles. Përshëndetje, unë jam Nesër Mustafa, mësoj në shkollën Jofçi Teslivshkov Veles. Jam nxënës i gjeneratës së parë që kemi hapur paralele në gjuhën shqipe. Unë jam Elmir Emrullaj, mësoj në shkollën Jofçi Teslivshkov, jam viti i parë në qytetin Veles. Përshëndetje, unë jam Adis Adilov, vi nga fshati Buzallkov dhe mësoj në gjimnazin e Velesit Koçoraci. Unë zgjodha paralele në gjuhën shqipe sepse dua të trashëgoj gjuhën antare, më ndihmoni të lidhem më shumë me kulturën dhe identitetin tim. Po na vjen më lehtë me mësu shqip, kemi probleme me gjuhën maqedone dhe për çat kemi në paralele shqipe. Paralelen e gjuhës shqipe e zgjodhem sepse është më e lehtë të mësojmë shqipe dhe jo maqedonisht. Zgjodhem paralele në gjuhën shqipe që të mësojmë më mirë në gjuhën tonë. Unë kisha pas dëshirë që të ndryshoja që të ketë më shumë profesor shqiptar dhe jo maqedon. Që në ketë arsimtarët shqiptar, se e kemi më lehtë me ba shqip, me fol shqip. Të kishte më shumë profesor në gjuhën shqipe sepse kuptojmë më mirë. Të ardhmën time e shoh që të asosi shkollën e mesme dhe të studioj për në fakultet dhe të zgjedh ndërtimin tim në Durrës. Po mendon se do pas studimeve në fakultet do kthehesh prapë në qytetin e Velesit? Po. Të ardhmen time shohet që të kryej shkollën e mesme dhe të vazhdoj në fakultete për ekonomi. A e sheh veten duke u kthyer përsëri në Veles? Po. E shoh të ardhmen time si ta kryj shkollën, këtë që ndihmoj njerëzve, shqiptarëve. Të ardhmen time e shoh të kryej shkollën e mesme dhe të shkoj në fakultet, në profesionin ekonomi. Ky dokumentar është rrëfimi i një qyteti të vogël me një histori të madhe, i një komuniteti që nuk e humbi gjuhën dhe kur rrethanat ishin të vështira, i mësuesve që nuk u dorëzuan, i prindërve që kërkuan të drejtën e tyre, e nxënësve që e mbajnë të gjallë atë që dikur ishte vetëm ëndër. Arsimi shqip në Veles nuk është thjesht paralelja e një shkolle, është dëshmi e qëndrueshmërisë së një populli. Është shtylla që lidh brezat, nga profesor Qemal Musa te profesor Besniku, te gjeneratat e para të nxënësve e deri te rinia që e mban këtë shkollë sot. Dhe kjo histori nuk mbyllet me këtë dokumentar. Aja vazhdon çdo ditë, me çdo orë mësimi, me çdo libër të hapur, me çdo fëmijë që shkruan një fjalë shqip. Vazhdon me ta, dhe për ta, sepse sa herë që gjua mësohet, identiteti ruhet. Dhe sa herë që identiteti ruhet, një popull qëndron. Këshilla edhe porosia, mos pari për prindët, të angazhohen që të shkollojnë fëmijët e tyre, sepse vetëm me shkollim mund të përparojnë të gjithë popujt më zhvilluar në botë, të cilja kanë nisur shumë më përpara prej neve 2 shekuj më tepër, janë popujt më zhvilluar në botës.